Me kolegët e mi, Lorikun dhe Kushtrimin, si dhe Bukuroshën. Lorina Dula, mirë mëngjes, mirë se erdhe Lorina. Mirë se ju gjeta, kënaqësi gjithmonë. Qysh po ndihesh me pas edhe audiencë, më njëkohësisht edhe gjithë këtë publik fantastik që i kemi mbrapa, përshëndetje. Përshëndetje. Është një prej vizitave nga shkollat, besoj kryeqytetit. Përshëndesim me një kongë. E kryeqytetit që na vjen, goxha shpesh na vjen vizita tilla. Faleminderit shumë, ju dojmë shumë. Me çfarë kongë po i përshëndesim? Hajt një kongë regjia. Hajt. Kush e din këtë kongë? Kush e din këtë kongë? Generatori. E kjo është pikrisht Lorina që dikur në moshën këtyre fëmijëve Vek, sta mamë bëmë të fëmijë këna thonë. e këndon të këtë këngë të famshme. Por ashtë në dita e premte se dita e preferuar e Lorinës? Jo, realisht. Kam pritë që po jo. Pse Lorina, kjo shkëputje dashurisë me ditën e premte? Kam zgjedhë qetësinë, duket. Pse, premtja të shqetëson? Më herët po, sepse kemi pas ashtu daljet, po tash nuk e di çka ka ndryshuar, që ma shumë po më rrihet të shtëpia. Tash po, besoj që dita e diel është ajo dita që e dashuron më tepër dhe për shkak se aty takohesh vazhdimisht me teleshikuesit. Po, s'ka dyshim. Çdo të diele jemi së bashku me Arlindin. Realisht pa pritesë, dita e diel është kështu ndër më të bukurat, sepse kemi materiale të ndryshme, të ftuar të ndryshëm. Asnjëherë nuk është njëjtë, apo jo Kushtrim? Po, unë djelen kisha pushu, kisha vazhdu me pushu si zakonisht. Çka ka të re, Lorina, sepse ke qenë pjesë e portaleve për një kohë, nga këto e deri në Spanjë, në Britani të Madhe, në Itali, gjithandej ke pushtu titujt. Kena për cilë intervistat të tua me vjetë, Gonxha, unë e di veç diçka që këta dy kanë ardhur shumë të përgatitur. Okej, nëse kanë ardhur këta dy të përgatitur, unë po ju lo duar këtyre që janë të përgatitur, herë përgjigjet Lorina, herë on vansoj. Po e nisim pak ma bot, po e nisim ma spari me ata që këtu marrë Lorina, është u marrë me sport, edhe po e nisim me listën e kombëtarës QQZ. Ka pas shumë fjalë, shumë pse kjo ftu, pse ajo ftu, ftesat janë diskutu qysh ma herët, ka pas njerëz nga Shqipëria gazetarë që kanë thonë një kjo ka mu ftu, hala po bu publike lista, është Lorina mundet me na zbar pak me ditë qa pëndodhë. Edhe unë e kom pa një intervistë dikun në një televizion në Shqipëri, nuk jam e sigurt në cilën, një vajzë, realisht as gazetare nuk ishte qenë, që tregoj që Yasir Asani nuk do t'jeti ftuar me shumë siguri, po realisht figuron në listën e kombëtarës tek ftesat, që ka qenë diçka që jemi befasu, po realisht edhe nuk ka qenë është edhe shumë befasi, ka qenë ftesa e Mirlin Daku, që mu ma mërmendja që për mu ka qenë e pretshme në ndeshje ndaj Serbisë me qenë i praneshëm. Pse kam prit befasi, pse se kam prit Mirlindin? Sepse nështë ta që nuk është në formën e ti ma të mirë, edhe e dim që në Sports Show ka tregu që momentalisht është në pritje për me kry një operem, po që më duket që për Serbinë është i gatshëm. Kush pret shënoj gol kundër Serbisë dhe pse pikrisht Nedim Bajrami? Apo kush pret, Lorina? Nedim e pres. Yasir Asani, pse jo, edhe Për hirtë korekcis në gjyrat... Mirlin Daku. Mirlindi me qenë se edhe ai veç ka paralajmëruar që do t'jeti i pranishëm edhe në ndeshjen kundër Serbisë, apo jo? Po, ftesa ju ka ardhë, tash kjo është lista pak e zëruar, besoj që do të ngushtohet pak. Mirë, po përveç Nedim Bajrami shpresojmë të gjithë me jap golla, edhe bashkurianat e Nedim Bajrami për ja bëjë një pyetje Lorinës, për shkak se ndoshta edhe i kem thonë që s'kom të ngutë pak të kjo pyetje, po nuk po veç për mendimin, për Nedimin, po veç qysh u ndjeve kur krejt mediat botnore janë nisën me shkru për ty. Cila është ajo ndjesia që e mor prej Kosovës më përmend nëpër media në Skoci, në Angli, komplet me radhë? Vazhdojmë. Realisht, vëmendjen e portaleve kemi gjithmonë në momentin që e dim që jemi të gatshëm për me qenë çdo ditë para televizionit, po nuk ka qenë diçka e bukur, kështu ta them shumë realisht, pak ankth, me pa që gjatë gjithë ditës përfolësh, edhe kam qenë gjatë gjithë kohës të refresh, edhe veç pa isha lajme.
Po që veç kanë shkru. A vazhdon për ty me mbet futbollisti më seksi shqiptar Lerik Cana? Sa intervistat mija Po, i kemi përcjell gjitha intervista. Dalet e tua publike, tashme kemi të njohur atë. Lorina për priven këtu ka thonë që futbollisti Cana më seksi. Ndoshta një vjet kjo intervistë, ndoshta kam tash ndryshime. Po, zamër edhe ju pajtoni, edhe ju gjem pajtoni. Unë nuk e ndryshoj Ka qenë gjithmonë një prej figurave. Në këtë pyetje Për kapiten legjendar, po, por kështu nuk e pasna nuk e shohim nonën. nuk e mendoj. I pari ka qenë ndoshta si futbollist sharmant, që ka bo për vete vajza, gra, burra, djem, gjitha moshave që e kemi konsideru si një ftyrë shumë tërheqëse dhe shumë i këndshëm edhe Nuk e të mirë rejtë deklaratën sa akuma është tërhec. është një ndër. Një ndër. Një ndër. Ako ka bot është një ndër. Po dhe nga një... Aty ka qenë intervista 60 sekundë që kush dasht... A shkort e ke posa, hajtë edhe 2 emra pra tash për neve këtu. Se këtu është gjatë, dhe kemi kohë dhe një 20 minuta në 70 minuta. Jo. Jo. S'ka ndryshu qëndrem që ka tha prej kohës, kështu që mës pytni më tutje. Po kush është për ty kushtrim pra moderatorja më seksi, thuaje? Faleminderit, Gonxha. Po? Edhe pse bash Eva Murati. Nuk një shumë moderatore seksi. Nuk një moderatore seksi? Këshur mirë rreth tavolinës. A neve na shësim përveç... Po hezitoj edhe në më përgjigj. Jo, përveç Klan Kosovës. Neve na shësim. Po të tash Si motra, se këto e këshirë si motra. Ju e si motra, ju këshire, ata e dihet e farpur. Jashtë Klan Kosovës. Po s'ka, jashtë Klan Asu nuk Kosovës. zgjeva prej kombëtarës Kosovës, po në shtenë. Media jashtë Klan Kosovës nuk kisha komentu asnjëherë nga. Po ta letësojmë, a bëjmë vish në sport. Hajde po. Për sport. Na e dim kush është, thash, s'kena nevoj me fort me... Në gazetari plas bombën, kjo është moderatorja më seksi në Kush? Republikën e Kosovës. Kjo është pak me hile se jena të pranishme dikush që nuk është tavolin me ne. Ani hajtë dira tjetë, ani unë fësamë. Po, hajde, largo. Largo presjenis. A pëdëm janë ndryshu mendimin djallit e? Presiona, Moralisht nuk përse është çfarë shumë i presioni sinqert. bëngojnë. Pije doja, e pije që ashtë të E pina do u largova nga Pine presioni. pak uj, pra, largon pak presioni, se kena i një fara mullie që s'po dim Nuk ka po po di dojnë. Lorina e ka ndru për Lerik Canën se pas ka ndru deklaratën, po e ka ndru deklaratën që ka thonë që nuk e shef veten as me sportist e as me artist. Ha me naj politikan, ha me naj doktor, ha me naj profesor. Nuk du me jap naj deklaratë, se nuk i dhjet jetës. Në vajzë ka vjarë sët veç me na refuzuan se cilën... Në fakt, erdhe me disa informacione, kështu gogja... Jo, veç thjesht po thamë që jetës nuk i dihet, edhe shpesh herë pikrisht ata që e thu nuk e bëj, ka një dëllë. A dulla? Jo, nuk thash se dëllë. Ka gjosa me dallë. Po realisht, a i din ku bazohem, se para se me fillu punën në Klan Kosova, kom thonë që nuk s'ka shans me qenë pjesë e televizionit. Edhe tash jam bo 4 vite që punojnë Ma televizion. na jep diçka, na vyn diçka me trazuri jetin që janë këto përgjigje, kështu a vden këto përgjigje. E keni gjithë personin e gabuar. Ose momentin. Lorek, vish më me thonë që shiham me 7 qëshur. Me 7 qëshor. Do t'jesh prezente me 7 qëshor? Apo na siguron ka një bilet. Qështë e këtë siguru Po, tha, preni qëta. Unë jam e betë se kam shku me punë. Ju jeni me sportin e Me çfarë dresi do të paraqitesh në stadium kësaj radhe? Me numrin? Apo me tisha tu? Numri 10 është numri jam i fatit, kështë që... Si. Kush qëllon? Kush ka qëllon numrin 10, Lori? Pikërisht. Lunë në Rangers, ose ka Pikërisht lutë Shqygani ky lejtari. Në Dim Bajrami. Pi Mazdonisë që vjen me prejardë. Në Dim Bajrami. Jo, unë po them në kombëtarët të Shqipërisë kush e ka numrin 10. Në Dim Bajrami, po. Okej, ju po me pasoni dhe mu me përgjigje. Unë e kam foto edhe me fanel të Kosovës me numrin 10, po që Amriam figuran për mas, kështu që njëjtë kam e pas edhe me fanel të Shqipërisë. Okej, një lutje dhe një kërkes, kombëtarës së Shqipërisë ja siguroj Lorinës një fanel me numrin 10 dhe me emrin e saj mbrapa. Kërkes publike. Kërkes publike. Besoj që shumë shpejt do të realizohet. Nëse realizohet, bart ma mu dheqën e Kosovës. Ta bartë, të shpia kam kështë liresht. Kemi të qka lidhë që do flasim? Jena, dhe një pyetje e kam dhe një pyetje për Lorinën, se Lorina ta është që shtoj kam su Vishim keni ma ashtru, se më kanë thonë që kena me folë për diçka tjetër. Pasha zotë në për diçka tjetër, kena tash dalim edhe diçka tjetër, veç po më intereson se tash për me hina i këshyra do intervista e pash në prive kur të vërshim për kontare për kështu, e në stopo përgjigje Yll Limani. So përgjigje Yll Limani, kontare me seksi Yll Limani, mes ati Kapitaltis edhe Ledrit, zgjedhëshe prap Yll Limanin.
Qysh, a e po të... është shok i mirë? Po, realisht yllën e kam me shumë të mirë, po pajtohen prapë, dhe më thoni që ndroj deklaratave të mija, është këngëtari maj mirë shqiptar. Po dhe po pytja o konë ma sekse, ti ke thonë pat Yllimani. Prapë që ndroj Yllimani. Lore, këta shumë në mujme të pas të shok edhe mu shme mu doke seksi, dhe më thonë që kjo ndryshon tash... Jo, mu vish më mirë interesant, se shumë veta ma bëjnë doke është pak si Yllimani, tash që ta... Që të me lidhë. Që më ndojsha me... Ka pason? Po pason, tash po dalim këtë, po e pelojmë pak lirimin, pak ma qetë, po dalim të... Besoj që ju e kena pa krejt, edhe dje e kena diskutu këtë shuplakën grusë Macronit, që e ka e Brigitte Macronit, edhe ka pas mësusja e ti, edhe ka pas shumë njerës që e kanë analizu, po ashtu ka dhe ekspertat e leximit të buzëve, që e thonë se kjo ja ka thonë disa fjallë kur ka dalë për aty, duke i thonë largohu si humbë si mirë, pastaj Macroni duke u mundu me arsitu, duke i thonë të përpiqemi të lutëm vetëm sa për kamerat, kjo tu më spranu, dhe prapë në fund duke i thonë të kuptoj gjithmonë kjo është një hamencim si pas ekspertit e leximit të buzëve. Kështu që po du me po më interesën ti si femën Lorina, a e ke po që të rast, edhe qysh tu ka do këty kur ekspedun para medjave, qysh kësha agutin në qatë moment? Realisht e kom pa, pak jom surprizu se besoj ka qenë ditun që ka me pas kamera, po ma mërmejnë që kanë reagu ashtu si që duhet kur kanë dalë, po nuk e di pak kjo shuplak. Po me ndonë që në hamencime këto të njerëzve, ka ndodhë për një me, kjo ja ka kërsit? Po këto shihet qartë që ja ka kërsit për një me shuplak. është shtynë, po ose kam pas në i debat ose diçka ma herët, nështë edhe realisht nuk e kanë ditë nështë edhe që me të vërtet kapet edhe ajo pjesë, ai kënd. Ajde, pse po të vesë dy direkt, se që shpëdoke se nesër mas nesër të bjenë ty me dalë për një aeroplani, timit, po apëtim futbol e a qa po di, edhe vish me ditë qysh mu... Unë nësë përdori dhunë, a marë parasysh. E tash, diçka gongje për gratë që janë të na shiku, që kanë shiku me vite një serial turk, Sultani i Madhërishëm, edhe mbajnë mend, krejt e kanë atë aktorin me mjekër, që krejt e njojnë, pavarësisht e ke këshyrë serialin, krejt e njojnë, se krejt në përkejt shpijat, krejt gratë jënë kënë të këshyrë Sultani, Hyremja. E qaj person është duke o akuzu për një dëshmi të rajshme që e ka jep në atë protestën që ka qenë në Turqi, në Parkun e Gezë në vitin 2013. Për shkak se ajo protest ka qenë si një lloj, sipas turqëve, sipas qeverisë turke shihet si një lloj propagande ndaj turqëve, që nuk ka liri shprehjes, nuk po lejohen media me punu liria e shprehjes, aktorët e të tjera. Dhe tashmë është duke u ndjekur penalisht, një aktor veç se është arrestuar, ndërsa ky është i dyti që po akuzohet dhe po pritet, tash nuk dihet a lirim me kusht apo shtëpiak, apo do të dënojnë deri në 1 vjet e diçka mirë, po ka protesta, pikë asaj proteste, domethënë tash ka arrestime, pavarësisht 2013, pavarësisht që kanë kalu 12 vjet, fotografinë e Sultanit besoj që për pak do ta kemi edhe e mbaj mend krejt aktorin e dim cili është. Qartë mirë jemi krejt në fund, sepse na kanë betë kohë dhe që ato lajme që i kemi, do të me shty për nesë, vështë nëse keni edhe diçka tjetër që konsideroni ma të rëndësishmën. Po mundë me folë pak për blerën, për një ndryrët estetike të blerës. A të thamë edhe sta, a të përmanim. Ndryrja, unë e kom kur kam qeni fëtum të jo, njërën prej netve e kom po blerën kështu me edhe vrejta me nërë. Me vrejta, volti ekspert. Që po ja me vrejtja... Molzat. Molzat për dobe. Molzat pak bali mu pëndu, këtë dhe bali. E kritikojsh i gjenetën, ku janë zëra tani? Hadi Lore, që te ke kritikuar gjenetën. Nesa e ka përmend për kanë qatë publiku gjithmonë femnat me i sulmu jo mashkujt. Tash është normale pra dhe mashkujt. Po ndërhyrje estetike, kanë bo ndërhyrje, kanë bo normale, kanë normalizuar. Ka njësë Loriku pak me do të retmane, diçka. Ndërhyrje estetike. Si dyhet heq Lorikut. Ndërhyrje estetike Na vjen nesër. Flok që të më Si blero. Më spi flok vështë. Jo. Jasë. Faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne. Faleminderit Lorinës. Faleminderit. Utje për qafime, nështë s'kime mbërtit mas emisionit. Faleminderit dhe Lorikut e kushtrimit. Nasi që jemi nesër në mëngjes. Në fund krejt ju pret Lorena dhe parashikimi i motit.